Policia ka hedhur gaz lotësielës drejt protestuesve që janë mbledhur përpara një kordoni policor afër presidencës së Serbisë në mbrëmjen e së shtunës, në përfundim të një proteste të organizuar nga studentët. Më herët gjatë ditës janë organizuar 2 protesta, njëra nga studentët që e kanë bllokuar universitetet në nivel shtetëror prej fundit të vitit 2024 dhe kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, dhe tjetra nga ata që deklarojnë se e mbështesin presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pasi protesta e mbajtur në sheshin Slavia është shpallur zyrtarisht të përfunduar, një grup i burrave të maskuar është përleshur me polici në kryeqytetin serb. Ata janë parë duke hedhur shishe dhe gjësendi, të tjera drejt policisë. Të pranishëm në zonën e protestës kanë qenë shumë zyrtar policor, përfshirë njësitë e xhandarmerisë. Ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić i ka dënuar rash për sulmet e pjesëmarrësve në marshin në sheshin Slavia ndaj pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme. Ai ka thënë se do t'i ndërmarrë të gjitha masat për të rikthyer rendin publik dhe që të gjitha ata që e kanë sulmuar policinë do të ndiqen penalisht. Vetë Vučić ka publikuar një video para se të shpërthente dhuna nga parku i pionerëve ku janë mbledhur studentët pro tij, duke thënë se bllokuesit humbën. Studentët fituan, bllokuesit humbën. Krenar me këta të rinj, ka shkruar presidenti serb në Instagram. Sipas tij, në protestën e së shtunës, ka pasur 3 herë më pak njerëz se sa më 15 mars, kur është mbajtur një protestë masive. Sipas Vučićit, studentët do të kthehen në universitete dhe i ka falendëruar ata që kundërshtojnë bllokadat. Studentët i bëjnë përgjegjës institucionet për shembje në një streje në stacionin e kryetor të Novi Pazarit, në nëntorin e vitit të kaluar që ka rezultuar me vdekjen e 16 personave. Prandaj po kërkojnë nga qeveria që t'i dërgojë presidentit Vučić një propozim për shpërndarje të parlamentit dhe shpallje të zgjedhjeve të reja. Kërkesa e dytë është ndërprerja e tubimit të mbështetësve të qeverisë, të cilët deklarojnë se duan të mësojnë. Ata u kanë thënë ultimatum autoriteteve deri në orën 21 të së shtunës që t'u plotësojnë kërkesat. Mirë po Vučić ka thënë se më 27 qershor se ultimatumi nuk është pranuar. Disa ditë më parë, autoritetet i kanë arrestuar 6 persona për përgatitje të përmbysjes së dhunshme të rendit kushtetues. Autoritetet i akuzojnë organizatorët e protestës se janë duke u përgatitur për dhunë. Studentët në anën tjetër kanë deklaruar se me veprimet e tyre deri tani kanë treguar se janë kundër çdo forme të dhunës.